Vazhdojmë me leximin e prozave për Ulqinin, përgatitur nga Hajro Ulqinaku. Sjellim në vazhdim prozën me autor profesor Maksut Haxhibrahimi, Sheshi i Skleverve në Kalan e Ulqinit. Qyteti i vjetër, Kalaja e Ulqinit, është bërthama e trashëgëmisë kulturore historike e Ulqinit. Në platon e epërme të kalas, menjëherë prapa muzeut, gjendet kulla e Ballshejve. Përpara është sheshi i vogël që dikur ishte sheshi i skleverve apo sheshi i zezakëve sklever afrikan, i rrethuar me kazamatet, burgjet e Revelinit. Në hyrje është luara e Revelinit, kurse përballë saj muri i lartë Johani Bolani nga koha e Venedikut. Zezak sklever afrikan ka pasur gjithmonë në Ulqin. Ata vihen në dukje edhe në fund të shekullit 19, si edhe në fillim të shekullit tonë. Ata shërbenin ndër tregtar deri para luftës së parë botërore. Zezakët sklever zakonisht janë sjellë nga tregtar ulqinak, të cilët me barkat e tyre përshkojnë në shekullin e kaluar skelet e Adriatikut e të Mesdheut, duke bërë edhe tregtinë e skleverëve. Gojëdhënat thonë se skleverit mblidheshin më tepër në Afrikën Veriore dhe në Arabinë Saudite. Preferoheshin më tepër fëmijë të vegjël të moshës 3-4 vjeç. Këta fëmijë rriteshin dhe trajtoheshin si njerëzit e shtëpisë në Ulqin. Ata janë rritur si bijat e shtëpisë dhe janë martuar rregullisht duke i pajisur edhe me paj, një lloj si vajzat e pronarit. Në mundem të hetojmë disa raste skleverish ndër tregtare pasanik të qytetit, të cilat mbanin mend edhe kanë jetuar deri në kohët e fundit. E njohur ka qenë Mamia Harapesha Zenepe, që ishte skllave e Hafiz Abbas Golemit e tjerë. Për t'i ruajtur marrëdhëniet e mira me rivalët e vet, Austrinë dhe Venedikun, Porta vendosi që pas luftës së Mores 1714-1718 të zhdukte piraterinë. Në kohën e Kusaris, piratët e Ulqinit merreshin edhe me tregtime sklever të zezë. Tripolisi Tarabulluzi ishte liman kryesor eksportues në të cilin bliheshin skleverit ose i linin që të punonin në pasurit ose në anijet e tyre. Deri në vitin 1878 në Ulqin jetonin 100 familje zezake. Kishte edhe zezak që vinin si të lirë në Ulqin. Zezakja Zahra, me preardhjen nga Sudani, u martua me ulqinakun kapitanin detar Naxhi Halil Ficin, major i ushtrisë turke. Më vonë zezakët gëzonin më shumë liri në Ulqin. 2 prej tyre për shembull ishin edhe kapiten të anijeve. Në kodrën e Pinjeshit është edhe fusha që mban emrin Fusha e Harapëve. Aty tuboheshin zezakët dhe luanin lojra të tyre rituale. Lidhur me këto lojra është krijuar edhe loja Temperamente Sharaveli, si kombinim i melosit dhe ritmit vendas të Ulqinit dhe melosit e ritmit afrikan, që luhet edhe sot në një formë të modifikuar. Në atë kohë ekzistonte edhe kafeneja Trumo, që quhej edhe kafeneja e Harapëve apo zezakëve, sepse pronar dhe shërbyes ishin vetëm zezakët. Çdo sulm të kryer me sukses në ndonjë anije, kusarët e kremtonin pas kthimit me festë të bushme në gjirin e plazhit të vogël në Ran. Në kazanat të mëdhej zihej hallva, që përzihej me rrem. Me rrem kusarët e ndanin edhe thesarin e plaçkitur nga anijet e Venedikut, të Austro-Hungarisë, të Dubrovnikut e ndonjëherë edhe të Turqisë, edhe pse lundronin në flamurin e Turqisë. Haxhi Halil Fici, si kapitan, detar dhe tregtar, solli në Ulqin disa zezak nga Sudani, nga Afrika. Ai në vendet të Afrikës shkonte për tregti. Prej këtyre zezakëve shumica ishin femra.
Haxhi Halil Fici ishte gjysh prej nënë i Tofik Bilalit nga mahalla e re e Ulqinit. Jakub Fici po ashtu në Ulqin solli edhe një zezak i cili quhej Sejt Harapi. Prej zezakve ka qenë edhe Masudi i Haxhi Halifit, të cilin e sollin nga Afrika Beqir Jusufi. Ky zezak banonte aty ku sot gjendet shtëpia e Hysni Molla Beqirit. Si detar të aftë, ulqinakët preknin me velanijet e tyre tërmës dheun, madje kalonin edhe përtej Gjibraltarit, kapnin brigjet perëndimore të Afrikës, prej nga sillnin edhe zezak që shërbenin si pirat në anijet e tyre, kurse më vonë me rënjën e kësaj veprimtarie qenë shndruar në shërbetor të tyre. Këtë vërteton edhe tradita gojore përcjell brez pas brezi, si edhe dokumentacioni arkivor. Detaret e Ulqinit bënin tregti edhe me robër që i sillnin nga portet e Afrikës. Robërit punonin tokën. Ai që kishte robër më shumë konsiderohej si më i pasur dhe më i shquar, ndërkaq në Ulqin kishte edhe zezak të lirë, të cilët merreshin me bujqësi dhe me detari. Post të tjerëve përmenden dy zezak, Guçi Ali Harapi dhe Daud Kalia. Zezakët në Ulqin quheshin edhe Harap. Ata nuk kanë pasur mbiemër të vetin, por kanë marrë mbiemrin e zotërisë së tyre, si për shembull Maksud Harapi, Beqir Jusufi e tjerë. Ata të cilët ishin të lirë nuk quheshin Harap, por Harapi, si për shembull Tahir Harapi. Ulqinaku Ali Basha në vitin 1770 ka sjell nga Egjipti 2 robër, kurse një grup ulqinakësh që ishte kthyer me 1775 me vete solli 13 robër zezak. Posa anijeve të piratëve në Ulqin ishin edhe anijet tregtare, sidomos ka fillimi i shekullit 19, detaria ulqinake ishte shumë e zhvilluar, sepse aty ndërtoheshin dhe riparoheshin anijet. Në kryengritjet greke, anijet ulqinake shndroheshin në luftanije. Anijet e Prevezës gati të gjitha ishin shkatëruar, mirëpo detaria së shpejti riparohet. Anijet ulqinake që janë të njohura në të gjitha brigjet e detit Mesdhe dhe Adriatik. Ato kalonin edhe Gjibraltarin duke zbritur gjerë në Kongo. Nga Afrika më së shumti sillnin zezak, të cilët i shitnin si robër. Pjesa më e madhe e robërve të cilët lidhen me Hercegnovin në të vërtet u përkiste kusarve të huaj, të cilët vetëm ktheheshin në Hercegnovi. Pos kësaj edhe kusarët vendas nga Hercegnovi, robërit e luftës, u ajepnin më së tepërmi ulqinakëve të profesionalizuar. Pjesa më e madhe e robërve në Hercegnovi qëndronte përkohësisht dhe ata transportoheshin për në Ulqin, Durrës e sidomos për në Vlorë, ku gjendej edhe tregu më i madh turk i robërve në detin Adriatik. Piratët e Ulqinit në skelën e Ulqinit e ndanin shajakun duke u shërbyer me rrema si masën më të vogël për gjatësi. Me një fjalë, në kohën e pushtimit turk, Ulqini ishte shtet në shtet, ose më mirë një republikë e vogël e piraterisë. Tregtarët e Shkodrës kishin përparësi ndaj tregtarëve të tjerë të Shqipërisë, për arsye se ishin në gjendje të përdorin anijet e tyre tregtare dhe përveç kësaj ishin të lidhur ngushtë me agallarët e Ulqinit, pronar të shumë anijeve, të cilët merrnin pjesë më të madhe në tregtinë detare në Adriatik. Piratët e Ulqinit, kur koha ishte e pavolishme, nxirrnin fustat e veta në gjirin e vogël ka porta e kalas së Ulqinit në shkëmbejt e lartë. Ata fshiheshin para sulmit në ndonjë anije tregtare që ishin në kalim. Ata fshiheshin edhe pas siujdhesës së qytetit të vjetër, xhirit të Kruqit në xhirin e Valdanosit, si edhe pas shkrepit të Gjeranave apo gurit të Gjeranës. Disa shembuj të tregtisë ulqinake: Salih Karapuçi udhtoi me 1797 nga Shkodra për në Trieste dhe Smirne.
një ulqinak me 1799 bleu madhra të cilat nga Smirna i solli me një anije gjenoveze. Mustafa Hoti barti me 1805 përmes triestës Barleshit, lëkur 10 të punuar holl e mirë, vaj e tjerë. Me 1764 brenda një kave 3 anije ulqinake ngarkuar për në kon 4.000 denga duhan. Me 1785 ulqinakët provuan vetë të monopolojnë tërë drithin në regionin e Musakës dhe të Vlorës. Mulla Hasan Vranica nga Podgorica bleu me 1810 në Dubrovnik anije brik për 125.000 grosh. Zhvillimi i tregtisë ka fundi i shekullit të 18 dhe fillimi i shekullit të 19 ndikoi sërish në rritjen e popullsisë. Ulqini kishte atëherë 10.000 banor, edhe Franca këtu kishte konsullin e vet, respektivisht agentin tregtar. Si artikulli kryesor i eksportit ishte vaji, por eksportoheshin edhe thëngjidhi i drurit apo qymyri, peshku dhe bostani. Vera importohej dhe eksportohej. Me 20 maj 1969, misionari apostolik Marin Gjini lajmëronte kongregacionin se në ulqin kishte rreth 125 robër, burra, gra, fëmijë. Pjesa më e madhe e tyre pjesërisht u përsoll për në Afrikën Veriore dhe pjesërisht për në Stamboll, jo vetëm nga shteti papnor, por edhe nga Spanja, Venediku dhe nga shtetet e tjera. Në ulqin fillon edhe tregu i robërve dhe, sipas disa gojëdhënave dhe legjendave, këtu ushit si rob shkrimtari i njohur spanjoll Cervantesi, i cili në betejën e Lepantit e pati humbur një rëndor. Edhe pse kusaria e ulqinit përmendet në shekullin e 14, legjendat kryesisht flasin për një kusari më tipike me vendosjen në këtë qytet, siç thuhet, të 400 piratëve arab, kryesisht algerian që nga gjysma e dytë e shekullit 17 apo prej vitit 1669 pas luftës kandike. Nga koha e lulëzimit të kusaris, ulqini njihet edhe si treg i robërve dhe si vend i rrallë ku kusarët dhe detarët ulqinak sjellin zezak robër për nevoja detare, si marinar, peshkatar, por edhe për punë të tjera në shtëpi. Familjet ulqinake detare, të cilët prestigjin e vet e kanë parë edhe për nga posedimi i zezakëve në shërbim të tyre, kryesisht i kanë trajtuar zezakët si antar të familjeve të veta, si njerëz të lirë e jo si robër. Atyre u kanë dhënë çifliqe, mbiemrat e familjes dhe u kanë mundësuar krijimin e familjeve. Pas vitit 1880, shumë detar të pasur ulqinak dhe të tjerë janë shpërngulur në Shkodër. Me vete kanë marrë harapët, zezakët e vetë. Me 1881, detari Bet Gjyli, kur u shpërngull nga ulqini, me veti mori edhe 8 harap zezak të tij. Ashtu edhe Mehmet Beci mori me vete 5 harap.